Jemi duke bërë plan të ri biznesi edhe do t'ja u tregojmë planin. Shu është muhabete? Jo, ideja ishte që në rrjetet sociale do tregojmë më origjinal, që do të thotë më origjinal, që do të thotë që mos tregojmë vetëm gjërat e mira, mos tregojmë vetëm pasurinë, se si arrihet kjo, se si arrihet ajo. Po nuk ka nevojë për të shkundur për momentin. Pra, gjatë rrugtimit tënd për shembull, të tregohet edhe dobësit, edhe pikat e tua të dobta, edhe ato ndjesitë e tua, emocionet e tua, dhe kush kanë qenë ato që e kapur fort ti për të bërë që të ecësh përpara. Natyrisht gjithmonë ka dikush, diku, dikë që të ndihmon të jep dorën, por ke qenë ti. Ke qenë ti ajo që ke arritur vetë të dalësh, pavarësisht se mund të kesh pasur mua për krah apo shkollën apo gjërat e tjera. Unë kam pasur të bëj me njerëz që sado që ti mund të rije afër, të flisje, as që fare më është kështu out, domethënë, kupton? Kur flet për UFO, kupton? Kur ti flet kur me ty, kur flet për biznesin, për mundësitë, për format, për strategjitë, për rrugët, ti je këtu me sy e vesh, ti kap gjithçka, thith çdo gjë dhe i transmeton ato në një formë fantastike. I kthen në para mësimet, kjo është gjë e mirë te ky. Mentorimet, mendimet, njohuritë që ke. Do më bësh të kaloj një sfidë, domethënë, me veten. Po pra duhet kaluar kjo sfidë me veten, duhet kalosh një etapë që ka të bëjë me etapën e urtësisë, që puna, profesioni që ti ke bërë deri më tani, Gjitha aty para meje, bam. Të urtëson edhe të ju jep mundësinë të tjerëve të kuptojnë edhe problematikat dhe shqetësimet, problemet, gabimet, dështimet, dobësitë, gjitha këto. Ishte shumë interesante. Sfiduese do ta kem këtë punë, nëse ti do më sugjerosh mua që të bëj këtë gjë, se problemi është unë dhe të dëgjoj, se mirë po mos të dëgjoj. Po si t'ja bëj, unë gati ja nis. Ti nisësh pra nga vetja, atë thash që e vogël. Çka ke menduar ti që e vogël për të arritur këtë pjesë? Nuk ke arritur këtë ku je para hazard, që do të thonë rastisht. Nuk ka asnjë jetë rastishme. Shiko, unë shikoj një gjë, e mban mend që u kthyem nga aeroporti me taksi. Tani? Po. Dakor. Tani. Po. Ai taksixhiu mori 3-4 veta në telefon. Po. Pra kishte ai shumë kërkesa për punë. Po. Sa mori 3-4 veta të tjerë që i thoshte do shkosh tu, do shkosh atje, do shkosh atje, që ishin privat. Po. Se kam këtë klient, pra ai ishte shumë i shkatët, nuk ja dilte dot, t'i bënte të gjitha vetë. Po. Ai ishte gati për të qenë të thoshte edhe ty, kene makinë. Drejtor i një biznesi që mund ta menaxhonte shumë mirë. Po. Po e mban mend atë tipin që i tha do shkosh në Golem, kushton 30.000 lekë. Se çaj thaj unë sapo jam shtrirë për tonte. Po. Imagjino ti? Po. Ky rinte aty, kishte qenë 5 mjesë që punonte dhe vazhdonte të jepte punë tjerëve. Të tjerët ishin vajtur për të ushtrirë dhe nuk çoheshe të merrte 30.000 lekë, se për tonte të shkonte, t'i çonte ata klient në Golem. Pra do të them që nuk është e rastishme që dikush bën para dhe dikush nuk bën para. Normal, po. Pra ai tipi që ndrovi brenda zonës komfortit dhe e mori 2 herë në telefon. Po. Dhe sa herë që e merrte kishte një problem, mirë i tha, nëse nuk shkon ti do shkoj dikush tjetër. Po. E mbaj. Kështu që dua të them që nuk është e rastishme që ti je këtu ku je, sepse mund të ishin shumë të tjerë si ty, por nuk janë. Duhet të transmetuar atë që në vogli mendimet, sepse unë mendoj që mendësia, truri jonë është radari që thith atë që ne transmetojmë kur rritemi. Se për të pasur një kulturë entreprenariati nuk e dia ke pasur ti në familjen tënde. E kupton? Okej, kam patur para dhe mua më joshte
Me jo është kur I shikoja që kishin para, domethënë edhe ata patjetër kanë qenë një iniciator për mua, sepse unë shikoja. Shikoja se çfarë Po, bëhet dhe prindërit se e tu si jo. bëhet. Jo, Po fare. pra, nga qenë thjesht, si të gjithë. Po. Kështu që, pra, ti këtë ndjesinë e leadershipit nuk ta kanë dhënë nga familja. Jo. Kjo pra, duhet, Jo. këto duhen filluar duke treguar. Si e ke marrë këtë ndjesi, sepse nuk është e lehtë mund të bësh atë që bën ti sot. Nuk është e lehtë thjesht e konstante, se atë që them unë, mund ta bësh një moment caktuar, okay, ke sukses, por shumë njerëz nuk duken më ku janë dhe çfarë bëjnë dhe si janë. Pra bien. Është Normal, po. e vërtetuar kjo gjë. Shkencëri Po, shkon po, deri në një farë patjetër. pikë, pastaj bie. Kam thënë Puna si është- grafik të kriptos. Po pra, puna është se si ta mbash sa më gjatë neutrale këtë gjë dhe të mbash nivel të lartë emocional. Dhe këto gjëra, këto duhen treguar këto duhen shpalosur në publik. Se të kalosh nga 0 në 1 milion është gjëja më e vështirë. Pasi bën 1 milion, shumë pasaj ti e di se si bën 2, 3, 4, 10, nuk ka më. Kur kalon 5 milion, nuk ka më shifrë në mendje. Po, normal. Kështu që është e rëndësishme të tregohet kjo vështirësi, si arrihet nga 0 në 1 milion. Kush është mundësia, po kështu bio fare, origjinale domethënë. Bio. Është e fantastike. Nëse ti arrin ta sfidosh ta bësh këtë gjë, njerëzit do presin wow. Është fantastike. Kështu që Unë do tentoj në që ta këtë bëj. formë. Unë do të kaloj për te vetes. Për te zonës komfortit, jo për te vetes, se vetes unë vdes të flas dhe të tregoj për atë punë, po. Thjesht përballë njerëzve. Dua, do të thënë, më pëlqen zakonisht të jem më shumë precize dhe konkrete se sa e di si jam unë jam atë iden, do të mësosh, hajde mësos, do të mësosh, çao mirupafshim. Por që kjo që thua ti është e vërtet. Ti e ke këtë dhe nga eksperiencia jote, nuk ka marrë njëri për dorë, të të Jo. mësoj, të të bëj të do apo s'do. Po edhe them, ke dashur ti që ke arritur këto ku je. Sepse unë kam eksperienca, të cilat më kanë treguar që sado të duash ti, unë, Po s'deshi tjetre? po nuk deshi tjetri, lodho ti të shkoj goja mbrapa ku thuhet, nuk bëhet. Nuk bëhet. Ore nuk bëhet. Preferon më mirë të humb se sa të bëhet, a më njëron apo jo. Pastaj kur të humb thot mos. Mos. Qa bëra unë? Dhe do të di me vratë të këpërej, por është te përvonë, too late. Si them unë, gjëra të e bërë, tani, sot. Tani, bën do të gjë. Ja unë, nesër është shumë vonë. Nuk e di, mendoj që këto gjëra duhen thënë, këto gjëra duhen si filluar. Kjo është. Fillohet si fillim dhe jam i sigurt që tash dhe çfarë që po fillove që nga familjat se si konceptohet gjërat, si bëhet, si ashtu si dhe fillon e lirohet mendimi dhe hapen venat mendësore, Venat e kokës. venat e kokës, vërshon gjaku, vërshon mendimet, thua nxjerr këtë dhe ti unë e di, spushon pastaj. Ta shoh një herë atë kamerën se mos na bllokohet memoria. Jo, shikoj. Vazhdo kjo. E ndaloja s'ka gjë. Se Gjash, vetëm 9 minuta kemi ne që flasim? po, nga kjo e reja. Po. Po, Ua, Po ikën mua më koha. duket sikur kam 90 minuta që flas me ty. Jo, po e lë, po vazhdoj, thjesht thash na u mbush memoria. kështu që është e rëndësishme të diskutojnë këto gjëra. Wow. Dhe të shpalosen ide të reja, programi i ri, evente që cilat jenë kështu bombastike domethënë. Po të kenë brenda originalitetin, sinqeritetin, një rrugtim jo vetëm të suksesshëm, por edhe të dhimbshëm apo Të vërtet. vërtet, bravo. Një gjë të vërtet. Aman fike se të dëgjohet kjo, apo se ngrenë zërin, çfarë ditë është sot? Sot është E njëjtë? Sot është e hënë. Jo, e martë. Marton dhe
martëve. Martohen njerëzit martën, që ti. Po mirë bëjnë. Tani në verë martohen gjithkohën. Okej, ndoshta janë zonë shtunat martohen dhe të martën. Fika të fika. Mos e rëndë e zot.